Përshëndetje shenja Virgjëreshës, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 2 shpatat, 4 shpatat, asi i kupave, kry bryftëresha. Energjia juaj personale këtë javë fillon me 2 shpatat. Një kartë që tregon një moment ku ju mund të ndiheni të ndarë mes 2 mendimeve ose 2 zgjedhjeve. Mund të jetë një situatë ku zemra dhe mendja nuk janë plotësisht në të njëjtën linjë. Ndonjëherë kjo kartë tregon edhe një tendencë për të shmangur një vendim, sepse ju nuk dëshironi të përballeni me pasojat e këtij vendimi. Pas kësaj shfaqet 4 shpatat, që është karta e pushimit dhe reflektimit. Ju mund të ndjeni nevojën për të tërhequr pak nga zhurma e jashtme, për të qartësuar mendimet tuaja. Kjo është një periudhë ku mendja kërkon qetësi për të rigjetur ekuilibrin, por energjia ndryshon shumë bukur me asin e kupave. Kjo kartë tregon një hapje të zemrës dhe një valë emocionesh të reja. Mund të jetë një ndjenjë shprese, një ndjenjë dashurie ose një moment ku ju ndjeni se diçka e bukur po fillon në jetën tuaj emocionale. Në fund shfaqet krye bryftëresha, një kartë shumë e fuqishme e intuitës dhe mençurisë së brendshme. Ajo ju kujton se përgjigjet që kërkoni nuk janë gjithmonë jashtë jush. Shumë prej tyre janë tashmë brenda jush. Mesazhi është se kjo javë ju fton të qetësoni mendjen dhe të dëgjoni intuitën, sepse kur e bëni këtë ju mund të hapni zemrën ndaj një përvoje të re emocionale. Kartat këshillojnë të mos nxitoni të merrni vendime. Lejoni që qartësia të vijë natyrshëm përmes reflektimit dhe dëgjimit të zërit tuaj të brendshëm. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 10 shpatat, mbreti i shkopinjve, asi i shpatave, ylli. Në familje, energjia fillon me një kartë shumë të fortë. 10 shpatat. Kjo kartë shpesh tregon fundin e një periudhe të vështirë ose një moment ku një situatë familjare arrin pikën e saj kulmore. Mund të ketë pasur lodhje emocionale ose tension që tani po arrin në fund. Por menjëherë pas kësaj shfaqet mbreti i shkopinjve, që sjell energji leadershipi dhe vendosmërie. Mbreti i shkopinjve mund të përfaqësojë një shenjë zjarri, dash luan ose shigjetar për disa prej jush. Për disa të tjerë, ju vetë mund të jeni të konvertuar në këtë lloj energjie të mbretit të shkopinjve, ose mund të keni dikë pranë jush. Pra mund të jetë një person në familje që merr iniciativën për të stabilizuar situatën, ose mund të jeni vetë ju që merrni këtë rol, pra më aktiv, për të sjellë qartësi dhe drejtim. Asi i shpatave është karta e së vërtetës dhe qartësisë. Ajo tregon një moment kur diçka thuhet hapur ose ku një situatë kuptohet më qartë. Ky është shpesh momenti kur mjegulla largohet dhe e vërteta bëhet e dukshme. Në fund shfaqet ylli, një kartë shumë e bukur e shpresës dhe shërimit. Kjo kartë tregon se pas një periudhe të vështirë, familja mund të gjejë një energji më të qetë dhe më të shëndetshme. Pra mesazhi është se edhe nëse një kapitull i vështirë po mbyllet në familje, ky kapitull që po mbyllet hap rrugën për shërim dhe shpresë. Kartat këshillojnë të flisni me sinqeritet dhe mos keni frikë të tregoni të vërtetën tuaj. Shpesh qartësia është hapi i parë drejt shërimit. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi
drejtësia, 3 kupat, 3 monedhat, hierofanti. Energjia e dashurisë është shumë e bukur dhe ka potencial për stabilitet dhe seriozitet. Drejtësia në fillim tregon balancë dhe vendime të drejta në dashuri. Pra, ju mund të jeni në një moment ku po analizoni një lidhje ose një person me shumë sinqeritet. Kjo kartë shpesh tregon se ju dëshironi drejtësi emocionale. Pra, një marrëdhënie ku të dy palët japin dhe marrin në mënyrë të barabartë. 3 kupat sjell një energji gëzimi dhe afrimi emocional. Mund të ketë takime, momente të lumtura ose një ndjenjë që dashuria po sjell më shumë gëzim në jetën tuaj. Më pas shfaqet 3 monedhat, që është karta e ndërtimit dhe bashkëpunimit. Në dashuri, kjo tregon një lidhje ku të dy personat janë të gatshëm të punojnë për marrëdhënien. Nuk është vetëm romantike, pra kjo lloj energjie është edhe përpjekje për të ndërtuar diçka të qëndrueshme. Në fund vjen hierofanti, një nga kartat më të rëndësishme për marrëdhënie serioze. Hierofanti lidhet me përkushtimin, traditën dhe stabilitetin në dashuri. Pra, narrativa e dashurisë për ju këtë javë më lë të nënkuptoj se ju mund të filloni javën duke analizuar një situatë dashurie me shumë seriozitet. Mund të pyesni veten nëse kjo lidhje është e drejtë dhe e balancuar për ju. Më pas energjia bëhet më e lehtë dhe më e gëzueshme. Pra, me momente që ju bëjnë të ndiheni të afërt me dikë. Ndërsa java përparon, lidhja mund të fillojë të ndërtohet në mënyrë më solide përmes bashkëpunimit dhe mirëkuptimit. Në fund, energjia e hierofantit tregon se dashuria mund të marrë një drejtim më serioz dhe më të qëndrueshëm. Kartat këshillojnë se duhet të zgjidhni marrëdhëniet që ndërtohen mbi respekt dhe përkushtim. Dashuria e qëndrueshme kërkon jo vetëm ndjenja, por edhe vullnet për të ndërtuar së bashku. Kalojmë tek puna. Në punë kemi mbretëresha e shkopinjve, 7 shkopinjt, perandoresha në të kundërt dhe asi i monedhave. Në punë, kjo javë duket dinamike dhe sfiduese. Mbretëresha e shkopinjve tregon vetbesim dhe energji krijuese. Ndoshta në punë ju mund të keni të bëni me një shenjë zjarri, dashluan shigjetar, sepse mbretëresha e shkopinjve shenjat e zjarrit përfaqëson zakonisht. Dhe në të kundërt, ndoshta ju vetë mund të jeni të konvertuar në këtë lloj modaliteti në punë gjatë kësaj jave. Pra, ju mund të ndiheni më të motivuar për të treguar aftësitë tuaja dhe për të marrë iniciativa në punë. 7 shkopinjt tregon se mund të duhet të mbroni pozicionin ose idetë tuaja. Pra, mund të ketë konkurrencë ose situata ku duhet të tregoni qëndrueshmëri. Perandoresha në të kundërt mund të tregojë një moment ku energjia krijuese ndjehet pak e bllokuar ose ku ju ndjeni mungesë mbështetjeje nga ambienti që ju rrethon. Por në fund shfaqet asi i monedhave, një kartë shumë pozitive për mundësi të reja, që mund të jenë mundësi të reja materiale ose profesionale, por mund të jenë edhe para. Pra, kjo tregon se pavarësisht sfidave, mund të hapet një derë shumë e rëndësishme për stabilitet financiar ose zhvillim profesional. Pra, mesazhi është të mos lejoni që vështirësitë e përkohshme të zbehin besimin tuaj në aftësitë tuaja. Kartat këshillojnë që qëndroni të fortë në idetë tuaja dhe jini të hapur ndaj mundësive të reja që mund të shfaqen. Kalojmë në prizëm orakull ku kemi ankth.
Kjo kartë flet për ankthin ose shqetësimin që mund të lindë kur mendja mendon shumë për të ardhmen. Ndonjëherë ankthi nuk lidhet me atë që po ndodh realisht, por me skenarët që krijon mendja jonë. Pra mesazhi është të mos lejoni që shqetësimet e mendjes të mbulojnë qartësinë e zemrës dhe të intuitës. Paçim.